A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Zotin e Madhreshëm, paqja qoftë mbi të dërguarin e tij fisnik Muhammedin alayhis salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë këtë udhë të bekuar. Na bof Zoti dhe neve prej tyre, amin, ejmain, salihin, sidikin, ulaika rafika. Kësaj radhe do të flasim mbi surën El-Beled, e cila është një ndër suret e zbritura në Mekë, pas surës Kaf, ajete gjithsej 20 ka. Pra, kjo surë që ka për qëllim përforcimin e besimit në përgjithësi dhe përqendrohet më tepër në besim ndaj përgjithësisë para Allahut të Madhërisëm. Pra, fillon kësaj Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadha al-balad wa anta hillu bihadha al-balad wa walidin wa ma walad. Betohem në këtë qytet, e tije që gjendesh në këtë qytet, betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Wa walidin wa ma walad. Pra, betohet Allahu në këtë qytet, qyteti i madh, qyteti ku gjendet një shtëpi e bekuar si është Qabja, që është fjala për Mekën. Ai vend i bekuar ku pejgamberi ynë i dashur Muhammed alayhis salatu wassalam e rriti shtatin dhe u mësoi njerëzimit ato që ka Zoti ja shpalli, Islamin e bukur. Ai vend i bekuar ku Muhammedi në Mekë lindi dhe të vërtetën e predikoi dhe u mësoi tjerëve dhe kështu shpërtheu kjo e vërtet në gjitha kontinentet e u shpërnda ky mesazh i diturisë, i drejtësisë. Ky mesazh i Kuranit që ne mundohemi vazhdimisht ta përcjellim tek njerëzit në përgjithësi. Ky Resulun Nabi, i cili erdhi me hakin, me të vërtetën, u mësoi njerëzve të vërtetën dhe vazhduan me gjenerata të tëra ta mësojnë këtë vërtetë. Sigurisht ka të bëjë një qytet se sa ka njerëz të ngritur ai qytet, ai vend. Dhe ka të bëjë ky qytet shumë për shkak se në këtë qytet, këtë vend e prekin këmbët e pejgamberëve të Zotit. E preku këmba Ibrahimit alayhis salam, Ismailit, Ishakut. Ishte vend do të thotë që vazhdimisht ishte promotor i mirësisë, i drejtësisë, i namazit, i faljes, amnistisë. Ishte vend që do të thotë asnjëherë nuk ju nënshtrua paganizmit. Edhe pse në një periudhë caktuar paganizmi gjeti vend aty, Allahu e dërgoi krijesën më të nderuar që ishte Muhamedi alayhis salatu wassalam dhe u largoi gjithë ato puta, gjithë ata idhuj dhe statuja që i adhuronin dhe i kishin vënë Zotin na rujt Zota, i largoi nga ky qytet i bekuar. Dhe sigurisht pra pasi u larguan gjitha këto, do të thotë statuja dhe puta, erdhi e vërteta dhe dominoi dhe i ndriçoi mbar njerëzimin nga aty si një do të thotë omfallos ose si një kërthizë mbar dunjës së botës, shpërtheu kjo e vërtet nëpër kontinente të ndryshme dhe njerëzit e pranuan besimin dhe nga të qenurit të kafshëruar dhe të kaluarit në nivelin edhe më keq se kafsha, ata u ndriçuan, u qytetnuan dhe u arsimuan dhe u edukuan. Prandaj edhe Islami thret në arsim dhe edukim. Prandaj Islami thret në qytetnim. Prandaj edhe kjo sure, pra që është surja e Beledit, pra qytetit, flet për qytetarin, të qenurit një qytetar fisnik, të qenurit një qytetar i edukuar, bukdhënës, bamirës, ndërtues, zhvillues, arsimues, të qenurit shkencëtar, të ndriçojë mendjet e njerëzve. Mos t'i lëm njerëzit në mjerim, pa lexim, pa dituri. Dhe e tije që gjendesh në këtë qytet, po i thot Resulit ton, Allahu i Madhreshëm po ja bën me dije të dërgumit ton dhe mbar njerëzimit po ja bën me dije si shkojnë e vizitojnë atë vend bekum, Mekën, që në atë qytet nuk shkohet me, si thonë të na, me hongër ëmbëlsina ose hallve, po shkohet me bën tavaf,
e me meditu, e me arsyetu pse njeriu është kriju, cili është qëllimi i ardhjes tij në këtë botë, çfarë planesh ka njeriu për jetën e tij, në përgjithësi për jetën e tij, por edhe plani për jetët tona dhe për ndërtimin e këtij hologrami ose për dizajnimin e këtyre notave në pentagram, se si këto nota janë të dizajnuara, se si këto nota e luajnë shumë mirë pra rregullin e tyre në univers. Prandaj edhe ti njeri që erdhe në këtë qytet e që gjendesh këtë qytet, për shka erdhe? Shpesh herë Zoti thot Kur'an ejnë të dhebun, ka jeni të shku, cili është drejtimi dhe destination, pra destinacioni juaj, cili është? Me e lanë popullin mirim, me e lanë fshatin pa rrugë, pa ndryshim, me e lanë qytetin pa rrugë, pa ndryshim, me e lanë pa arsim, me e lanë pa bibliotekë. Ka qytete, për shembull, qytet i tërë, me banor, nuk ka bibliotekë. Nuk ka vende do thot vende ku shtuhen diskurset ose debatimet rreth shkencës dhe dijes. Atëherë presim progres. Kur dihet se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i merrte afër vetes Hasan ibn Thabitin e shumë tekstshkruese, dietarë, shkrimtar, të cilët ishin për promovimin e dijes dhe librit, i afronte afër vetes dhe kjo ishte mirësia e mirësive. Pastaj vazhdon ajeti i tretë me radhë, thotë, betohem në prindin dhe në atë që lind prej tij. A ka çfarë domethënie e madhe është çështja e prindit? O walidin wa ma walad. Çfarë domethënie e madhe është? Pse? Sepse në momentin që prindi e lind fëmin, prindrit e sjellin këtë botë atë fëmijë, ata ja japin gjën elementare, themelore, thelbësore, edukimin. Një shoqëri pa edukim nuk ka, do të thotë, përparim. Ajo s'mund të funksionojë si shoqëri. Prandaj, kur e lind, ai e merr afër vetit, e mëson me u vesh, mu math, mu la, do më thonë, duke e la, ai e din që e shtin sistem, do të thotë që duhet mu pastruj, thotë, pastaj afron teshat, e mbulon, e rrin kujdestaria, edukimi, e mëson me shpreh, mos me prek, do të thotë nxehtë ftoft, mos me kalu në vende të rrezikshme, i thotë to tak nalo, shko që tu, hind jat, majt. Pra i e orienton, i jep drejtim me lejen e Zotit Madhënishëm. Dhe ky prind që kujdeset për këtë foshnjë, e kjo foshnjë një ditë bëhet një burr i madh ose një grua, dhe në fund sa ai e respekton prindin. A më shumë e respekton rrjetet sociale apo i respekton prindrit? A më shumë e respekton, a më shumë don kohë për telefonin apo për nënën dhe babain, ose për shkollën dhe librin? Isha gjithë ditën në telefon rrin. Ka rrezik truni me usmu, edhe shkon drejt smundje, sepse shkencëtarët e sotëm kanë thënë se nëse ne vazhdimisht rrim me kokë në telefon, krijohet edhe ajo, do të thotë kurrizi, po edhe qafa, pjesa që mund të krijojë shtrembrime, por edhe shkatrohet edhe retina e syrit, por edhe dobësohen rruzat e kuqe të gjakut që janë rrezikshmëri e lartë për shëndetin e fëmijëve tanë. Dhe shumica e fëmijëve të vegjël që përdorin telefona qysh të vegjël, ata ngelen mbrapa me çështjen e të folurit dhe të komunikuarit, sepse mbyllen në botën e smartphone-it ose tabletit ose laptopit. Kështu që ata kërkojnë komunikim me prindërit, komunikim me bashkëmoshatarët e tyre. Prandaj, ky prind që e solli këtë foshnjë e lindi, u mundu me eduku vazhdimisht, me ia dhënë edukatën e duhur. Dhe laqad khalaqna al-insana fi kabad. Vërtet thot ne e krijum njeriu në vështirësitë një pasnjëshme. Pra, shikoni sa vështirësi ka deri te krijimtaria, njeriu deri te ardha e tij, deri te ngritja e tij dhe rënja dhe ndrimi i jetës dhe kalimi në amshim dhe në takim me Allahun e Madhërisëm. Krijoi pra njeriu, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Pra krijoi njeriu pra
e krijoi njeriu në etapë pas etape, pjesë pas pjese, copës pas copëse, e boni pra këtë njeri, e zhvilloi, i dha shpirtin, erdhën këtë botë siguria e shumë gjëra tjera që na runi i madhi Allah. E run këtë fushnjë të vogël, mos mu dëmtu, mos me thy kryet në ku. Pra, e merr mbrojtjen e tij Allah i madhnishëm, i çon me lajqet mbrojtëse. Elhamdulillah ya Rab, të falenderojmë Zotin jon. Dhe këto vështirësi të mëdha ne i shohim në etapat e krijimit të njeriu, sepse njeriu është një krijesë shumë sensibile, e ndjeshme. Prandaj njeriu edhe kur fillon mu pjek dhe me hyn fazën e pubertetit, është ajo faza, për shembull, para pjekurisë dhe gjatë pjekurisë, është faza e adoleshencës. Është një rrezikshmëri edhe kjo një pjesë shumë e rrezikshme. Kur është fëmijë bebe, po kur hyn në fazën e adoleshencës, edhe këtu ka rrezikshmëri të lartë, tension të lartë, për shkak se duhet me pas shumë takt prindi me fëmin. Domethënë duhet me ditë se si ai mu bë si një lloj bashkëmoshatori i tij dhe më shtin qef librin, dijen, kulturën, shkencën e kështu me radhë. Pra, më shtin qef deri ai të pjeket dhe të fillon ta kupton rëndësinë e të pasurit zanat, rëndësinë e të qenurit i ditur, rëndësinë e dijes, rëndësinë e lapsit, rëndësinë e shkrimit, rëndësinë e librit. Dhe ai kur fillon me i kuptu këto gjëra, pra e kupton se çfarë rëndësie të madhe ka pra njeriu në ardhin e këtij njeriu pra në këtë botë. Dhe e kupton se ka pas vështirësi nona qysh e ka prun këtë botë, ka pas vështirësi kur ti është qelmoje në barkun e saj, ajo dhe haje nga kalciumi i shpinës kurrizore të saj, nga pjesët e dhëmbëzve të saj, e shpesh herë ne kemi vrejt për shembull disa nënave tona që ju kanë asi dhamt, ju kanë dëmsu për shkak se fushnja kur ka qenë do thotë ka thith nga kalciumi i saj dhe ajo ka dhënë nga trupi i saj, ka dhënë për këtë fushnje, që kjo fushnje mu rritë mu bë dikushi e masnoj me thon baba nëna s'din kur gjë, unë e di gjithçka. Kjo është fatkeqësi e llojit vet. Prandaj ne duhet kemi kujdes se si të sillemi ndaj prindërve. E kjo është për mirësive të Allahut, ai që sillet mirë ndaj prindërve e ka të garantuar bereqetin këtë botë, por edhe xhenetin botën tjetër. Na mundsoft Allahu te barek ve teala që me i përjetu këto të mira, këto nimete dhe këto begati që Allahu i ka përgatitur për ne. E kulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Takohemi në pjesën e dytë të surës Beled. Dhe atëherë, selam aleikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Zotin e Madhëshëm, paqja qoftë mbi të dërguarin e tij fesnik Muhammedin alayhis salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin këtë rrugë të bekuar. Kalojmë në pjesën e dytë të surës Beled, qyteti pra, ku kemi mbetur gjithsesi në ajetin ku Allahu i Madhëshëm thot Bismillahirrahmanirrahim, a yahsabu an lam yarahu ahad. A mendon ai se atë nuk mund ta mposht askush. Pra, shumë diktator, shumë uzurpator kanë menduar që janë pa mposht. Pra, Ebu Xehli ose Ebu Lehebi ose shumë ebuja të tjerë kanë menduar se janë pa mposhtur. Mirë, po kur ka ardhur momenti mi dërzu letrat për këtë botë, e kanë kuptuar se janë qenje në këtë botë, janë qenje kaluse, janë krijesa kaluse, kalimtare. Dhe e kanë kuptuar se edhe ata janë të mposhtur. Ashtu siç e kuptoi edhe faraoni që është i mposhtur. Ashtu siç e kuptoi edhe Nemrudi që mposhtet nga një mizë e vogël
E do të thotë, imagjino, shumë tash e shohim për shembull dikush e ka kriju një sistem shumë të fortë, ata inxhinierat na e shohin për shembull që ka formuar një sistem shumë të sofistikuar dhe një sulm i vogël kibernetik nga X kompani erëzon një sistem aq të sofistikuar e mposht ata. Ose marrim shembull, perandoria bizantine ka qenë një perandori shumë e fuqishme. U mposht, mbi themelet e saj u ndërtu perandoria osmane. Imagjinoni, ose perandoria romake me mijëra vjet sundim. Nga huni Atila, pra kur hyri në Rom, do thot nuk u imagjinoj ke as nuk u paj ke as në përëndra që një barbar fshatar me thyje një perandori ka gjigante. Unë poshtë. Dhe çdo njëri prej nesh vjen momenti që vdekja do na mposhtë edhe ne. Edhe do ta shohim veten para Zotit të rreshtuar një nga një, duke dhënë llogari. Pra, kjo është mirësia e Zotit që ne duhet ta dimë dhe të jemi koshient dhe ta kuptojmë dhe të jemi të ndërgjegjshëm se nuk jemi të pamposhtur. Prandaj asnjë njeri nuk është i pamposhtur. Vazhdon ajeti elem, pra te ajeti që pra siç tha yahsabu an lam yarahu ahad, pra dhe e sheh njeriu pra yakulu ahlakta malan lubada, e thot un kam shpenzuar shumë pasuri. Pra thot un kam shpenzuar shumë pasuri. Për shembull, Karuni mendoi që është i pamposhtur, sepse kishte pasuri shumë të madhe, edhe mendonte se as musoi, as lutjet, as duat drejtu Allahit azza wa jall, runa zot u bë më perëndin se perëndia. Runa zot. Tha u kom shpenzu pasuri të madhe, unë kom ndërtu këtë kapital, ose ai i banorëve të kopshtit që tha unë kam bë vet këto, kur erdh puna u rënu komplet pasunia e tij. Tha unë kom investu, kom bë këtë projekt madhor, mirë po marr çuçar. Kush t'i dha gjitha këto? A nuk e din se edhe ti një pjesë e kësaj matrice të këtij planetit Tokë? Jeni një fazë kalimtare, asgjë më shumë. Andaj duhet të jesh falendërues edhe mirënjohës ndaj të mirave që Zoti t'i ka dhënë. Falam akuna abdan shakura, tha pejgamberi alayhis salam, nuk ju t'jem për robë falendërues kur e pan, ju kishin ai kam të Resulit e ishte lodh, tu lutet, tu bë namaz. Tani ja Resulullah pse pe vështirëson këtë veten, pse pe mundon? Apo unë do të jem për falendërues, tha. Se Zoti më dha shumë begati dhe të mira. Gjeti pa përkrahje, më dha përkrahje. Më gjeti jetim dhe më dha mbrojtje, mbështetje. Pra më dha shumë të mira krijuesi jam dhe jam falendërues elhamdulillahi rabbil alamin. Prandaj kur njeriu mendon se është i pamposhtur, atëherë mposhtet në mënyrë spektakolare. Sepse bashkë atëherë njeriu kur mendon si na e kemi pas të populli përdojshë një shprehje ku njeriu mendon se ka arrit një nivel të pathyeshëm, që atëherë është më i thyeshëm. Sepse edhe vështirësia, edhe lehtësia janë vëlla e motër. E kemi shpjeguar në ajetet kuranore që kemi shpjeguar në surën Inshirah. Dhe aty kemi treguar se vështirësia dhe lehtësimi dhe vështirësia janë vëlla e motër. Ashtu siç në tregti, zajori dhe kajori janë vëlla e motër. Njeriu kur investon në tregti duhet parashoqë edhe do të ketë edhe humbjen. Ashtu tha pejgamberi jon Muhammed alayhis salatu wassalam. Prandaj një tregtar i mirë duhet të jetë i përgatitur në mejdanin e tregtisë. Sepse mund të firojnë. Edhe mund të ke raste domethënë që ballafaqohesh me sfida. E pikërisht që tu vjen pyetja e imani, besimi. Që një pikërisht çka simbolizon surja Beled simbolizon besimin, imanin. Sepse hyn te suret Mekase, siç e tham. Edhe pikërisht që tu shihet besimi i njeriu se sa njeriu
lëkundë, ta ka ndonjë oscilacion ose ndonjë lëkundje në besimin e imanin e tij. Kur ai ndjen veten të sigurt me iman dhe besim te Zoti, Zoti ja jep mundësinë të depërtoj në rrugët e ndryshme të jetës, në shtigje të ndryshme, me shumë sakrifikime dhe valvola të ndryshme të sprovave që jeta shpeshherë din ta godas njeriu. Dhe edhe pse ai mendon që ka shpenzu pasuri, thotë, unë kam shpenzu, thotë, pasuri, kam 10 rojtar. E kam fakultetin ose universitetin më të fortë, ose kam, thotë, firmen më të fuqishme 10.000 punëtor. Vjen momenti, presidenti i asaj firme ndron një jetë. Ata do në mushky me zreti i cili pe merr pushtetin. Prandaj njeriu duhet të edukoj edhe ta frymëzoj atë firmë që ka, ata njerëz që ka rreth vetë që të jenë imanlit, jenë besimtar, dhe të kenë razillek e harmoni mes njëri tjetrit, që edhe pas jetës tij, siç ndroi jetë pejgamberi alayhis salatu wasalam, pas jetës tij do thotë ja ula khilafetin, ja ula khulefai rashidinve, e ata burra e morën flamurin e drejtësisë, e hecën përpara me moral dhe nder e dinitet. Duke e falendëruar Allahun xhaleshanuhu edhe duke i shprehur mirënjohje atij, këta burra fisnik nuk u ndalën ditën dhe natën, me besimin e tyre e çlirun Mekën dhe hyn triumfator, dhe kur hyn në Mekë, pejgamberi alayhis salatu wasalam i tha atyre të gjithëve, jeni të falur. Jeni të falur. Pra i amnistoi kundërshtarët e tij. Ata që i kishin shkelur, i kishin rrahur me kërbaç, e i kishin konditur me kamxhik, ata të cilët ja u kishin përdhos moralin e tyre, ja u kishin fyr çdo dinjitet dhe çdo vlerë, ata mushrikët me kaspra i kishin përzon edhe nga shtëpitë e tyre dhe disa prej tyre edhe i kishin masakruar, disa i kishin futur në sharr, e në gropa, në hekur të skuqur, e kështu me radhë, kur u kthye Resulullah sallallahu alaihi wasallam tha, unë tha nuk jam resuli i hakmarrjes. Nuk jam hakmarrës, tha jeni të falur. Dhe falja e tij bani që ata njerëz ta kuptojnë, shumë prej tyre ta kuptojnë që kishin qenë të pa ndërgjegjshëm dhe se kishin kuptuar rëndësinë e islamit dhe të qenurit musliman, të qenurit besimtar mbi gjitha. Sepse fjala besimtar është fjalë gjigante, është fjalë madhore. Dhe sigurisht pra, këta shefa, këta cuba, këta burrat mëdhaj si mendojnë që janë pamposhtur, si për shembull Ebu Sufjani mendoi që ishte i pamposhtur në përshpërimin dhe në mimikën dhe në kordat e tij zanore, me gjoksin e tij plot emocion, tha ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Ebu Sufjani që mendoi se ishte i pamposhtur dhe kishte shpenzuar pasuritë mëdha për fortifikimin e bizneseve të tij dhe kompanive të tij në Mekë, në Medinë, deri në Shamin e largëm, pranoi Islamin. Dhe kjo kalo atij që u duk e pamposhtur në poshtë me mirësinë e Allahit dhe hyni drita e Islamit në shpirtin dhe zemrën e tij. La ilaha illallah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Takohemi në pjesën e tretë të surës Beled, duke falendëruar Allahun e Madhërisëm, dhe atëherë lutje dhe dua për ju.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun e Madhreshëm, paqja qoftë mbi të dërguarin e tij fisnik Muhammedin alayhis salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë këtë rrugë të bekuar, na boft Allahu dhe neve prej tyre, amin ejmain. Kemi arritur në pjesën e 4 të surës Beled dhe kemi arritur pra në ajetin ku Allahu i Madheshëm thot Bismillahirrahmanirrahim, fala qtahama al-aqabah wama adraka ma al-aqabah faqu raqabah. Pra Allahu tregon për çështjen e Aqabes, pra fytin që e përmendet ose si rruga e qafmolit ose ngushtica e qafmolit, ku treguohet pra për ai nuk u hodh në përpjedzën rrugën e vështirë, pra qafmolit, e gjë të mësoj ty se ç'është Aqabe, rruga e vështirë pra. Dhe sigurisht se po i drejtohet pejgamberit, po i drejtohet mbar ummetit musliman, po i drejtohet njerëzve që ndjekin këtë rrugë, po i drejtohet edhe po ju tregon se shumë njerëzve ju duket rrugë e vështirë, ajo rruga e të qenurit besimtari i përkushtuar. Shumë njerëzve ju duket ashtu, por në realitet ajo është rruga e lehtësive, nuk është rruga e vështirësive. Dhe ajo rrugë është pra që, siç e tha pra Zoti në Kur'an, faqu raqaba aw it'amun fi yawmin dhil masgaba. Pra është ajo rrugë që sigurisht është lirimi një sklavi ose dhënia e ushqimit në kohën kur mbretëron uria. Pra në të kaluarën, në kohën, pra edhe në kohën e Resulit tonë të dashur Muhammed alayhis salatu wassalam, po edhe në kohrat më të hershme, lirimi i slavit ka qenë një gjë shumë madhore, sepse ishte shpërblim dhe nga ana Allahu xhaleshanuhu. Ne e dim se Bilali ka qenë një slav dhe ne e dim se kur u liru pra nga slavria, ai u bë një besimtar i denjë dhe u bë prej të parëve që thirri ezanin në me mënyrën më të bukur, me meloditet shumë të lartë, dhe i tha pejgamberi alayhis salatu wassalam këtij slavi, pra Bilalit, që tashmë nuk ishte slav, po ishte besimtar, e u nderu me këtë islam, e u krenu me këtë islam, e u ngrit me këtë islam. Ky Bilal, ky burr i ndershëm, i tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, ngritu ja Bilal, tha, thirr në ezanin, dhe u ngrit Bilali, e thirr ezanin, ku ishte një mrekulli e vërtet të dëgjoje atë bukuri të rrallë, atë sautul xhemil, atë zë të bukur që thriste ezanin me art e me plot sharm e me plot dashuri. Shpërthente gjoksi dhe fyti edhe kordat zanore të Bilal Habeshis, që thumbonte çdo zemër e bënte çdo zemër mu qetësue e mu akomodue në mirësinë që thret Islami. Pra, pastaj është edhe dhënia e ushqimit në kohë kur mbretëron uria. Thuhet se në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam kishte dalë një ditë pejgamberi alayhis salatu wassalam, dhe kur ai kishte dalë Umeri, kishte dalë Abu Bekri, kishin pa njëri tjetrin me gur, kishin vendosur gur te pjesa e stomakut ose lukthit. Dhe ata i mbanin pra ingranazhat për mos të kërkuar pra lukthi, stomaki, ushqimin, kishin vendosur gur që ta marrin të mbërthyer, që të mos kërkonte pjesa e hojeve që kërkon ushqimin, dhe kishte qenë një kohë e zi së bukës, dhe kishte dalë Ebu Bekri, Umeri, kështu me radhë, dhe kur del dhe i dërguari Muhammed alayhis salatu wassalam, u mërzitën ata shokët pejgamberit alayhis salam, kur e panë dhe të dërguarin që kishte mbiet pa ushqim. Pra ka pasur
historia e jetës njeriu të ka sprova të ndryshme. Njeriu kalon në për insinuata të ndryshme, në për batica dhe zbatica të ndryshme. Njeriu nuk duhet mendoj se jeta është vetëm me najt majet kalit. Ka raste që njeriu ballafaqohet me shi, me rrebeshe, me breshër, me zibuke, subhanallah, Allah mos na sprovoft. Dhe sigurisht që njeriu duhet ballafaqohet me të gjitha. Pra Allah e ka përgatit insanin, njeriu kur e ka sjellë këtë botë e ka përgatit mu ballafaqu me të gjitha rrebeshet, me të gjitha stuhit, me të gjitha gjërat e ndryshme, e ka përgatit që ai me të i kalu ato me sabër, me durim, me durim. Prandaj edhe fjala sabër përmendet në Kur'an mbi 70 herë, jo rastisht. Sepse pas vështirësisë Allahu sjell lehtësime mëdha për njeriu. Ashtu siç ishte për njerëzimin kjo smundje që na erdhi dhe po bën një vit që po sillet në përkam tona, ishte vështirësi për njerëzimin, ishte sprovë e madhe. Prandaj, sikur kanë kaluar njerëzimi luftra botërore, edhe ato ishin sprova të mëdha për njerëzimin. Vështirësi të mëdha, ashtu njerëzimi ka kaluar dhe zi të bukës. Për shembull, në të kaluarën e Etruskët, erdhen nga zia bukës, ishte hajri, si thom na, edhe ndërtuan perandorinë romake. Etruskët pra, ndërtuan perandorinë romake, erdhen nga lindja, nga zia bukës. Kishte ra zi buke, gjetën kopshtet dhe limonet të pasura në Evropë dhe ndërtuan perandorinë romake. Pra, nuk dihet te insani ku është hajri. Ndoshta dikush migron pe këtu deri atje, gjon tokë begashme, por din ta menaxhoj dhe pse jo ndihmon dhe të tjerët. Prandaj njeriu kërkon ku ka bukë, ku ka ujë, ku ka tokë, ku ka gjallëri, siç thotë Zoti në Kur'an, ecni nëpër tokë dhe kërkoni të mirat që unë ua kam lënë në dispozicionin tuaj. Aty ku ka thatësi, aty s'ka jetë. Dhe pastaj pra yatiman dhe maqrabe, pra ai që jep ushqim kur mbretëria dhe ndonjë jetimi që është i afërt. Pra i jep edhe ushqim jetimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, unë dhe jetimi do të jem si këta dy gishta së bashku në xhenet. Ai që ja përgdhel flokët një jetimi, për çdo fije floki ka sevap te Allahu më mirëshëm. Ai që ndihmon jetimin, Zoti shpërblen këtë botë dhe në botën tjetër pa dyshim. I lumi ai njeri që e shkollon një jetim, i lumi ai njeri që ushqen një jetim, i lumi ai njeri që kujdeset për një jetim, pa dyshim, ai që kujdeset të pejgamberi selam për jetimin do të jem si dy gishta, thotë do të jem së bashku me të në xhenet. Çfarë shumë e ka ngrit pejgamberi selam atë njeri që kujdeset për jetimin. Por edhe Allahu në Kur'an e ka ngrit shumë ato që kujdeset për të ushqyer të varfrin, jetimin, banjokun. Si dhe e kundërta, mirë ai që e han pasurinë. Allahu na ruaj. Sprovë më dha. Vetë pejgamberi Muhammed alayhi salatu wasalam ishte jetim. U rrit në 5 shtëpia. Duke mos e ndjerë për këdhenjen e babait dhe nënës së tij. Gjithmonë me vështirësi dhe sakrifica. Pastaj e u miskinen dhe me të robeh, ose ndonjë të varfrit që e ka molisur varfëria. Në vendet tona, në viset tona shqiptare, kemi nevojë shumë për të ndihmuar njerëzve në nevojë të varfrit. Ne nuk do t'i bëjmë ata parazita që u marrojmë një shtëpi dhe të përfundon me kaq. Sepse shtëpia ka nevojë për mirëmbajtje, ne e dimë të gjithë. Ka nevojë për mirëmbajtje. Duhet pagu rryma, ujë, bërllogi. Pastaj duhet duhet rinovu. Të gjitha janë kosto, janë para. Ne duhet mundohemi që këtyre të varfërve që mundsojmë
gjëra të cilat vazhdimisht ata mund të fitojnë prej tyre. Për shembull, ta kenë një fermë pulash, ta të kenë lop, dhi, dele, ose të kenë mundësi që të kenë punojnë ata, të angazhohen pra mos të rrinë pra si pakurrizor ose si parazit. Pra që të presin gjithmonë se çka po ju vjen. Pra duhet ata të angazhohen për fitimin e rrezikut dhe bereqetit të Allahit. Normal se Allahu nuk e lën askën pa rrezik, por nëse ata angazhohen dhe ne i ndihmojmë ata në angazhimin e tyre, ata do të bëhen ndoshta edhe të suksesshëm dhe do të arrijnë që ti aktivizojnë edhe ata të cilët flajnë gjumë ose edhe ata të cilët presin gatshëm pa punu. Allahu na ruaj. Prandaj ne duhet të mundohemi, siç tha dhe Zoti në Kur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Pra ne duhet ndihmojmë pra në mirësi dhe në begati e në devotshmëri, në punë ekipore, në angazhim dhe përpjekje. Mos të formojmë shoqëri parazitare, por shoqëri punëtore. Shoqëri që e kanë pra në gjak punën dhe dashurinë ndaj punës dhe mirëqenies sociale. Pastaj vazhdon pra ajeti thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama. E pastaj të bëjmë për atyre që besuan, që këshilluan njëri tjetrin për durim dhe që këshilluan për mëshirë, pra për ndihmë. Pra e ushqejnë jetimin, e ushqejnë të varfrin, kujdesen, pra janë kujdestar, angazhohen me ndihmu atij që është i smur, i sprovuar nga smundje të ndryshme. Por mbi të gjitha bëhen për atyre që besojnë Allahun dhe që këshillojnë njëri tjetrin me pas durim dhe që këshillojnë për mëshirë. Mbi të gjitha për rahmet. Rahmet me pas. Sepse vetë çdo surë në Kur'an ne e dim se fillon me Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Dhe mëshira Allahut e ka te i kalu idhnimin e tij dhe Allahu është mëshirues dhe e don atë që mëshiron. Mëshironi ata që janë në tokë, do që mëshiroj ai që është në qiell. Inna rahmetallahi qarib min al-muhsinin. Rahmeti i Zotit është afër bamirësve. Prandaj, për të qenë rahmetli, duhet me dhënë sadak, duhet me bëj vepra të mira, sadak me gjuhë, sadak me dorë, sadak me sy, sadak me ndëgjim, sadak me shkrim, sadak me buzëqeshje, sadak në ndihmë reciproke e kështu me radhë. Pastaj me durim arrihet tek mëshira dhe kjo mëshirë duhet jetë e instaluar tek çdo besimtar. Dhe të rritet mëshira jote të bëhet mëshirë gjigande dhe sa më i mëshirshëm që je, aq më afër Zotit je. Sa më i mëshirshëm që je, aq më afër Zotit je. Sa më bamirës që je, aq më afër Zotit je. Sa më i durueshëm je, aq më afër Zotit je. Sa më besimtar je, aq më afër Zotit je. Kjo është mirësi. Lumë ai që e përjeton, lumë ai që e ndjen dhe e manifeston. Pastaj vazhdojnë pra jetët sipas radhës ulaika ashabul maymana. Të tillët thotë janë të zotët e anës së djathtë. Walladhina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'ama. Ndërsa ata që nuk i besuan argumentet tona, ata janë ka e majta. Kemi shpjeguar ndoshta radhët kaluara edhe kemi diskutuar diçka. Janë dy melajket, kiramun katibin, i krajt majtë, i krajt gjatë, që shkruajnë me detaje veprimet tona që na i bojnë. Por është edhe qëndrimi në mahshar, subhanallah, që qëndrimi në këmbë që pritet se nga do të vi fletushka, a do të vi nga krahu i djathtë apo nga krahu i majtë. Dhe për këta të majtit është përgatit një specialitet, një meny e trisht, një meny
e dhimbshme, alejhim narum mu'sada, e kundër tyre është zjarri i mbyllur. Subhanallah. Zjarri i mbyllur, i mbyll, katran. A nuk mendojnë këta njerëz me analizu pak dhe me mendu pak sa e dhimbshme është kjo. Po aty do të hynë vetëm ai që është shumë i prishur. Runa Zot. Është e dhimbshme, është e rëndë. Është e rëndë shumë. Sepse gjithë këtë jetë që ta dha Allahu, këtë ymër, këto vite të jetës të dha Zoti, edhe njëherë nuk u nale me menu, a thu valë, ka të erdha unë këtë botë, cili është qëllimi i ardhjes teme në këtë tokë. Ka jam të jamajtune, ka jam të shku. Pse unë nuk e besoj Allahun tem, pse unë nuk e besoj krijuesin tem, i cili më fali mu, i cili më drejtoi mu, i cili më dha të folurit, të dëgjuarit, të shqiptuarit, të menduarit, të artikuluarit, të menaxhuarit, e kështu me radhë. Pse këta njerëz nuk mendojnë? E fala taqilun, kur Zoti i thirr me menu, i thirr me shiku, i thirr me vrejtu, i thirr me meditu. A thu vallë këta janë krijuesit, apo ai është krijuesi. Fakte për ata njerëz të cilët kanë mend, pra i thrasin meve, nuk e lanë pra mendjen e tyre me mbet mbrapa. Dhe gjithë kjo sure, pra surja Beled, nëse përmbledhet në përmbledhjen e saj ka për qëllim imanin, pra besimin, siç e kemi thënë, që të shtoj fuqinë e besimit, lidhshmërinë me krijuesin, me Allahun e Madhërisëm. Nëse lidhja nuk është siç duhet me Allahun e Madhërisëm, atëherë do të jetë shumë e vështirë për t'i tejkalu sfidat në këtë botë dhe në botën tjetër. Nëse lidhja është e fuqishme me Allahun e Madhërisëm, Allahu e bën në këtë botë mirësi për besimtarin dhe botën tjetër shpërblim madhor për besimtarin. Shpërblim i cili është i pa fund. Pa fundësisht. Lusim Allahun e Madhërisëm të na falë, të na udhëzojë, të na drejtojë në rrugën e drejtë, siratal mustaqim. O Allahu, ju fali njerëzit tanë. O Allahu, ju drejtona, udhëzona, përforcona në rrugën e drejtë, siratal mustaqim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum.